Mbrojtësi i Juventusit Andrea Cambiaso ka lavdëruar yllin e Kosovës Edon Zhegrova në prononcimin e tij të fundit në mediat italiane. Zhegrova bëri një transferim të madh nga Lille te Juventusi në verën e këtij viti për një shifër që mund të shkojë në 18 milion euro me bonuse. Minutat e tij nuk kanë qenë aq të shumta shkak i një dëmtimi që e ka mbajtur jashtë fushave për rreth 10 muaj. Megjithatë, me ardhjen e trajnerit Luciano Spalletti duket diçka pozitive për Zhegrovën pasi u fut në Champions League ndaj Sporting Lisbonës, ku pati disa depërtime në ndeshje. Cambiaso ju kërkua edhe një mendim për të sapoardhurit këtë verë te Juventusi dhe nuk nguroi të zgjedhë Zhegrovën. Cilësia dhe profesionalizmi, kjo vlen për të gjithë, nëse duhet të zgjedh një, atëherë do të thoshe Edon Zhegrova, ka thënë fillimisht Cambiaso për La Gazzetta dello Sport. Ai më bëri përshtypje kur u përballëm me të në Champions League sezonin e kaluar kundër Lille, pastaj ai konfirmoi atë që mendoja për të. Spalletti ka të drejtë, ai shpërthim në situata 1-1 është vdekje prurës, përfundoi mbrojtësi i Juventusit.